Kur bëhet fjalë për pastërtinë e ajrit dhe ujit, New Delhi renditet padyshim ndër më të këqijt. Qindra besimtar vazhdojnë të kryejnë banja rituale në një lumë që, për pjesën më të madhe të vitit, mbetet i mbuluar me shkum të dendur dhe helmuese. Nivelet e grimcave të imta në ajër arrin 23 herë mbi kufirin e rekomanduar të sigurisë. Pas zgjedhjeve vërtet efektive të zbatuara, New Delhi vazhdon të jetë një nga qytetet më të ndotura në planet. Miliona njerëz përballen çdo ditë me vështirësi, ndërsa autoritetet kërkojnë zgjidhje. Udhëheqësit e Punjabit dhe Delhit këmbgulin se po veprojnë, duke kërkuar njëkohësisht bashkëpunim më të fortë mes institucioneve federale dhe shtetërore. Ndërtesa Monster në Hong Kong tërheq turistë dhe kineast, por populariteti i saj fshen një realitet të zymt. Struktura përfaqëson në mënyrë të ashpër krizën e strehimit në qytet, ku banorët janë të ngjeshur në hapësira jashtëzakonisht të vogla. Kompleksi përfshin mbi 2000 apartamente dhe strehon rreth 10.000 njerëz. Familje të tëra jetojnë në njësi të ngushta dhe shembja apo rindërtimi i madh nuk është i mundur. Për shkak të dendësisë së ndërtesës, edhe punë rutinë si riparimi i linjave të komunikimit janë jashtëzakonisht të vështira. Deponia e mbeturinave gazi pur pranë kryeqytetit të Indis, New Delhi, shpesh krahasohet me një Everest të ndërtuar nga plerat. Ajo ngrihet 72 metra në lartësi dhe vazhdon të rritet çdo ditë. Rreth 2000 ton mbetje hidhen aty çdo ditë, ndërsa afro 8 milion banor përballen me erën e padurueshme. E hapur në vitin 1984, deponia tejkaloi kapacitetin e saj në vitin 2002. Por autoritetet vazhdojnë të hedhin mbeturina në këtë vend. Mumbai mund të përshkruhet saktësisht si një qytet i kontrasteve të forta. Rrogaqiet e lartë qëndrojnë drejt për drejt pranë Dharavit, një nga lagjet e varfra më të mëdha në botë. Dendësia e popullsisë në këtë zonë tejkalon 277.000 njerëz për kilometër katror, duke renditur ndër vendet më të mbipopulluara në planet. Pavarësisht numrit të madh të banorëve, zona vuan nga mungesa e infrastrukturës së përshtatshme. Uji i pijshëm është i kufizuar dhe kushtet e jetesës janë të ashpra. Megjithatë, rritja e aksesit në arsim për presin e ri po ofron disa prej tyre mundësinë për të dalë nga varfëria e trashëguar. Thellë në shkëtëtir pranë Dubait ndodhet një varrezë supermakinash, ekspozuar ndaj temperaturave që arrin 40 gradë Celsius. Pothuajse çdo markë luksoze automjetesh mund të gjendet aty, të gjitha të mbuluara nga shtresa të trasha pluri. Disa mjete u braktisën nga sipërmarrës që falimentuan dhe u larguan, ndërsa të tjera u lanë pas nga pronarë të pasur që nuk pan arsye për t'i shitur. Shumë prej këtyre makinave përfundojnë duke u shitur në ankande me çmime jashtëzakonisht të ulta, dhe disa madje rinovohen dhe ripërdoren nga forcat e rendit. Me rritjen e qirave dhe shtimin e emigracionit, kriza e strehimit në Shtetet e Bashkuara ka arritur nivele rekord. Ky realitet shihet më qartë në Skid Row, një zonë në qendër të Los Angelesit. Më shumë se 4.000 persona të pastre jetojnë aty në mënyrë të përhershme. Që nga vitet 1930, ajo ka ruajtur përqendrimin më të lartë të pastreve në botë. Lagja është rritur në rreth 50 blloqe qyteti, me trotuare pothuajse tërësisht të pushtuara nga tenda. Oficerët e policisë hyjnë rrallë, përveç se kur thirren, duke lënë zonën ndër më të braktisurat dhe të neglizhuarat në vend. Pika e dytë karakteristike ndodhet pak jashtë qytetit. Makoko, shpesh i quajtur Venecia e Afrikës. Makoko është në thelb një lagje e varfër e ndërtuar mbi oqean përgjatë bregut Atlantik. Dikur një vend banim i qetë peshkatarësh, sot strehon rreth 200.000 banor. Shtëpitë janë ndërtuar mbi shtylla druri, mbi ujëra të ndotura dhe banorët varen nga varkat e vogla për transport, punë dhe mbijetesë bazë. Qyteti njihet gjërësisht për dy elemente që lënë përshtypje të fortë. I pari është trafiku. Me rreth 22 milion banor, qyteti vuan nga mbipopullimi ekstrem. Çdo ditë,
mbi 8 milion njerëz lëvizin duke përdorur afro 5 milion automjete, të gjitha duke konkurruar për hapësirë në një rrjet rrugor të kufizuar. Mesatarisht, banorët kalojnë rreth 560 orë në vit të bllokuar në trafik. Në Kinë, koncepti i konsumit të zgjuar mori një drejtim të papritur. Në vitin 2015, shërbimet e ndarjes së biçikletave u përhapën me shpejtësi si një zgjidhje ndaj trafikut urban. Megjithatë, oferta shpejte te i kaloi kërkesën dhe shumë kompani u rrëzuan brenda pak vitesh. Me biçikleta që pushtuan rrugët, njerëzit filluan t'i braktisin ato në vende të papërshtatshme. Si pasojë, pranë qyteteve të mëdha u shfaqën varreza gjigante biçikletash, të mbushura me mira njësi, shumë prej të cilave ende plotësisht funksionale. Ajo që synohej si një revolucion ekologjik u kthye në një simbol të keqmenaxhimit dhe mbi prodhimit. Në periferi të Kairos, Egjipt, ndodhet një zonë e njohur zakonisht si qyteti i plerave. Për dekada me radhë, kryeqyteti nuk kishte një sistem efektiv të menaxhimit të mbetjeve, duke i detyruar banorët e distriktit Manshiat Nasser ta përballonin vetë problemin. Për një pagesë të vogël, ata mbledhin mbeturina nga i gjithë qyteti dhe i transportojnë me karroca drejt shtëpive të tyre, ku i ndajnë me dorë. Shumica e punëtorëve e bëjnë këtë pa asnjë pajisje mbrojtëse. Në vitin 1969, autoritetet qeveritare urdhëruan që të gjithë mbledhësit e mbeturinave të zhvendoseshin në këtë zonë të vetme. Sot, kushtet e jetesës aty janë jashtëzakonisht të ashpra. Ajri është i rënë nga tymi i plastikës që digjet. Rrugët janë të mbingarkuara me mbetje dhe furnizimi me ujë është i ndotur nga kimikatet. Kafshët ende lirshëm mes plerave dhe mjedisi përbën një rrezik të vazhdueshëm për shëndetin e banorëve. Hanoi shpesh quhet kryeqyteti i bllokimeve të pafundme të trafikut. Ngërçi është i vazhdueshëm dhe shpejtësia mesatare e lëvizjes mund të bjerë deri në vetëm 10 km/h. Kalimi nga njëra anë e qytetit në tjetrën mund të zgjasë deri në gjysmë dite. Shkaku është i thjeshtë. Rritja e popullsisë po ecën më shpejt se zhvillimi i infrastrukturës. Makinat dhe motocikletat janë bërë më të përballueshme se kurrë, ndërsa sistemi i transportit publik mbetet jo efikas dhe i vjetruar. Megjithatë, autoritetet po planifikojnë reforma të mëdha, përfshirë përmirësimin e transportit publik dhe ndoshta dalimin e plot të motocikletave deri në vitin 2030. Deponia e Dandoras pranë Nairobit, Kenya, ka shkaktuar një krizë të rëndë humanitare. E hapur një vitin 1977, ajo u shpall zyrtarisht e papërshtatshme për depozitimin e mbetjeve në vitin 2001, por ende vazhdon të funksionojë. Çdo ditë, mijëra tonë mbeturina hidhen aty, duke mbuluar komunitetet përreth me tym dhe gaze toksike. Ndotja depërton në tokë dhe ujërat nëntoksore me nivele plumbi që arrin 10 herë mbi kufirin e lejuar. Lahore, Pakistan, konsiderohet zyrtarisht si qyteti më i ndotur në tokë. Banorët thithin ajër të rrezikshëm me një indeks ndotje prej 348, që te kalon kufijtë e sigurt në më shumë se 3 fish. Operacionet industriale të pakontrolluara dhe përdorimi i gjerë i automjeteve të vjetruara janë shkaktarët kryesor, duke krijuar një shtresë të vazhdueshme smogu mbi qytet. Edhe metroja e Tokios zbehet në krahasim me kushtet e trenave në Bangladesh. Sistemi hekurudhor i vendit është aq i mbingarkuar sa pasagjerët përdorin çdo hapësirë të mundshme. Njerëzit varen në dyert, kapen pas dritareve dhe madje udhëtojnë mbi çatit e trenave në lëvizje. Rrjeti i metros së Tokios transporton rreth 8.7 milion pasagjerë çdo ditë. Me një volum të tillë, mbi popullimin në vagon është i pashmangshëm. Në shumë vende, udhëtarët do të prisnin trenin tjetër, por përpikmëria është një vlerë thellësisht e rënjosur në Japoni. Për të ruajtur oraret strikte, punonjës të trajnuar posaçërisht, të njohur si shtytës, shtyjnë fizikisht pasagjerët brenda vagonëve që dyert të mbyllen dhe trenat të nisen saktësisht në kohë. La Paz shërben si kryeqyteti de facto i Bolivisë dhe është kryeqyteti më i lartë në botë.
i vendosur 3600 metra mbi nivelin e detit. Periferitë e tij përbëhen nga një shtrije kaotike shtëpish të ndërtuara vetë, prej tullash të lira dhe llamarine. Pavarësisht periudhave të rritjes ekonomike, infrastruktura mbetet e brisht. Problemet e transportit, mungesa e ujit të pastër, planifikimi i dobët urban dhe bllokimet e vazhdueshme të trafikut e vështirësojnë jetën e përditshme. Rrugicat e ngushta dhe lagjet e çrregullta e shtojnë ndjenjën e kaosit. Ferentari, një lagj në Bukuresht, është komuniteti më i madh rom në qytet. Dhjetra mijëra familje jetojnë aty në varfëri të skajshme. Papastërtia, mungesa e higjienës, nivelet e larta të krimit dhe përjashtimi i thellë shoqëror e karakterizojnë jetën e përditshme. Shumica e banorëve nuk kanë qasje në kujdes shëndetësor. Fëmijët shpesh nuk ndjekin shkollën dhe prania e policisë është minimale. Sjelljet kriminale nisin që në moshë të re, duke forcuar një cikël shumë të vështirë për t'u thyer. Amsterdami është i famshëm për kulturën e tij të biçikletave dhe infrastrukturën e avancuar për to. Megjithatë, pothuajse po aq biçikleta përfundojnë në kanalet të qytetit sa edhe në rrugë. Çdo vit, mbi 15.000 biçikleta nxirren nga uji. Një ekip i specializuar zhytet çdo ditë në kanale, duke përdorur një krah mekanik gjigant. Përveç biçikletave, ato her pas here nxjerrin frigorifer dhe madje edhe makina rreth 50 në vit, duke zbuluar një problem të fshehur ndotje nën pamjen idilike të qytetit. Rockinha, e vendosur në Rio de Janeiro, dikur njihej si simbol i përparimit dhe qëndrueshmërisë së Brazilit, duke frymëzuar artistë dhe kineast. Sot, ajo ngjan më shumë një zonë e konflikti. Grupet kriminale luftojnë për kontroll dhe mbi 200.000 banor jetojnë në kërcënimin e vazhdueshëm të dhunës me armë. Veprimet të thjeshta si shkuarja në dyqan konsiderohen akte guximi. Me autoritetet të paafta për të ruajtur kontrollin, infrastruktura është thellësisht e mangët. Banorët nuk kanë qasje të qëndrueshme në ujë të pastër, sisteme kanalizimi dhe shërbime bazë publike. Rreth 9 milion njerëz varen nga lumi citarum në Indonezi, por dekada ndotje industriale të pakontrolluar e kanë zhduruar atë në një nga lumenjtë më të ndotur në botë. Uji përmban metale të rënda dhe baktere të rrezikshme, duke i detyruar komunitetet përreth të përdorin ujë të ndotur për nevoja të përditshme. Burimi kryesor i ndotjes janë rreth 2000 fabrika përgjatë brigjeve të lumit, që derdhin mbetjet drejt për drejt në ujë. Megjithse qeveria nisi një program pastrimi prej $500 milion që përfshin ndalimin e hedhjes së mbetjeve dhe ripyllëzimin, tubacionet e fshehta dhe korrupsioni vazhdojnë të vënojnë rezultatet reale. Gjatë periudhave të festave, autostradat e Kinës zhdurohen në kaos. Udhëtime që zakonisht zgjasin rreth 90 minuta mund të shtrihen në 6 orë ose më shumë. Arsyet kryesore janë mungesa e rrugëve alternative dhe rritja e shpejtë e numrit të automjeteve në vend. Edhe stacionimi i madh i pagesës në rrjetin e autostradave të Kinës është i pafuqishëm përballë një mbingarkese të tillë. Autostradat të tëra kthehen në rreshta të palëvizshëm trafiku, duke nxjerrë në pa kufi të infrastrukturës kur kërkesa arrin nivele ekstreme. Petare është një lagje e varfër gjigande në Caracas, Venezuelë, me rreth 30.000 banor. Banorët përballen çdo ditë me kushte të këqija higjienike dhe nivele të larta kriminaliteti. Në pamje të parë, ideja e tureve turistike në këtë zonë duket e paimagjinueshme, por ato sigurojnë të ardhura për komunitetin lokal. Petare u zhvillua si pasojë e një kolapsi të madh ekonomik që krijoi një ndarje të thellë shoqërore. Lagjet e pasura të Caracasit ndodhen vetëm pak metra larg shtëpive të rënuara prej druri të lagjeve të varfra, duke nxjerrë në pa pabarazinë ekstreme të qytetit. Fshatrat urbane të Kinës janë mbetje të komuniteteve të dikurshme rurale, të shtrënguara me strokaqieve modern gjigant. Ato janë kryesisht të banuara nga punëtorë migrant që jetojnë në varfëri dhe kushte të vështira. Rrugët janë të ngushta, ndërtesat të degraduara dhe ndriçimi është i pakët. Banorët përballen vazhdimisht me probleme në furnizimin me ujë, energji elektrike
dhe sisteme kanalizimi. Këto vend banime u formuan gjatë urbanizimit të shpejt të Kinës, kur institucionet shtetërore dështuan të siguronin strehim të mjaftueshëm për numrin e madh të njerëzve që u zhvendosën nga zonat rurale drejt qyteteve të mëdha. Kostot e strehimit në New York City renditen ndër më të lartat në botë, duke i detyruar shumë banor të pranojnë kushte ekstreme jetese. Një nga këto zgjidhje është mikroapartamenti. Brenda vetëm 24 metrave katror, banorët kanë gjithçka të nevojshme për jetën e përditshme, por ftesa e mysafirëve është pothuajse e pamundur. Disa i shohin këto njësi si të ardhmen e banimit urban, ndërsa të tjerë i konsiderojnë një tregues të qartë të thellimit të pabarazisë sociale. Në qytetin kinez Zhujiang, një rresht i tërë vilash luksoze ndodhen mbi çatin e një qendre tregtare. Këto shtëpi në çati kanë nxitur polemika për shumë vite. Autoritetet pretendojnë se ndërtimet janë të palishme, ndërsa banorët thonë se ato shkelin rregulloret e ndërtimit. Pavarësisht statusit të tyre ligjor, vilat e pazakonta në çati janë kthyer në një pikë referimi të njohur dhe një temë të shpesh debati online, duke nxitur njëkohësisht kuriozitet dhe kritika nga publiku. Stacioni Liziba në Chongqing është një projekt arkitekturor i veçantë, ku një monorail kalon drejt për drejt përmes një ndërtese banimi. Stacioni u projektua paralelisht me kompleksin e apartamenteve për të reduktuar zhurmën dhe dridhjet për banorët. Edhe pse jo të gjithë do të dëshironin të jetonin aty, stacioni është kthyer në një atraksion turistik dhe një shembull breslënës të planifikimit urban jo konvencional. Ky kompleks banimi në Kudrovo, Rusi, përshkruhet shpesh si një mangth urban. Ndërtesa gjigande ka 35 hyrje dhe 3780 apartamente. Brenda kompleksit ndodhen mbi 4000 makina, por hapësira është shumë e pamjaftueshme për t'i menaxhuar siç duhet. Pothuajse të gjitha hapësirat janë zënë nga parkimi, duke lënë vetëm pak këmbë lojrash dhe hapësira për banorët. Drita e diellit arrin në zonë vetëm për një kohë të shkurtër çdo ditë, duke krijuar një atmosferë të errët dhe shtypse. Edhe pse kompleksi dikur kishte një perimetër të rrethuar, mbajtja e portave të mbyllura rezultoi e kot, pasi automjetet hynë dhe dalin vazhdimisht. Në vitin 2023, grumbull mbetjesh të kalbura mbushën rrugët e Londrës, pasi punonjësit e pastrimit hynë në grevë. Greva erdhi pas refuzimit të menaxhmentit për të miratuar një rritje të propozuar page. Me pezullimin e mbledhjes së mbeturinave, pronarët e bizneseve u detyruan të largonin plerat vet, shpesh me kosto të larta personale, ndërsa qyteti u përball me probleme serioze higjienike dhe të shëndetit publik. Njerëzit që jetojnë në shtëpi në një viadukt masiv në Napoli përballen me zhurmë të vazhdueshme, ndotje dhe një ndjenjë të përhershme rreziku. Borit e makinave bien pa ndërprerje, gazrat e shkarkimit mbeten në ajër dhe dridhjet nga struktura sipër tronditin ndërtesat. Aksidentet ndodhin shpesh, dëmtimet strukturore janë të zakonshme, përfshirë mbajtëse të thyra, çarje të dukshme dhe ujë shiu që depërton në apartamente, duke dëmtuar fasadat dhe ambientet e brendshme. Për shumicën e banorëve, zhvendosja nuk është realiste, pasi strehimi alternativ është ose shumë i shtrenjtë ose i paarritshëm. Kryqëzimi i Shibuya në Tokyo është i famshëm për mbingarkesën e jashtëzakonshme të këmbësorëve. I hapur në vitin 1973, ai u mundson mira njerëzve të kalojnë rrugën njëkohësisht. I parë nga lart, lëvizja ngjan një kolonie milingonash. Me kalimin e viteve, kryqëzimi është ndërruar në një atraksion të madh për turistët dhe vendasit, dhe shfaqet shpesh në filma dhe emisione televizive, duke simbolizuar intensitetin dhe ritmin e jetës urbane në Tokyo. Duke bërë projektin një model të arkitekturës urbane të qëndrueshme. State Tower është një rrokaqell mbretërës në Bangkok, që arrin një lartësi prej 247 metrash. Ndërtesa përfshin njësi banimi, zyra, dyqane, hapësira tregtare dhe 2 hotele me 5 yje në të njëjtën çati. Koncepti i tij me përdorim të përzier krijon një hapësirë urbane të vetmjaftueshme dhe një prani dominuese në horizontin e Bangkokut, duke reflektuar zgjerimin e shpejt vertikal dhe ambicien arkitekturore të qytetit. Kjo ishte e gjitha për sot.
Abononi në kanalin ton duke klikuar butonin subscribe së bashku me butonin e zilës. Faleminderit për shikimin. Vertical Forest në Milano është një kompleks banimi i përbërë nga 2 kulla me lartësi 110 metra dhe 76 metra. Ashtu si sugjeron edhe emri, të 2 kullat janë të mbuluara dendur me gjelbërim, përfshirë 900 pemë, 5.000 shkurre dhe 11.000 bimë të vogla. Në total, sipërfaqja e mbjellë shtrihet në 4 hektar. Ky gjelbërim përmirëson mjedisin urban duke pastruar ajrin, rregulluar temperaturën dhe mbështetur biodiversitetin.